Mirëmbrëma miq, mirë se vini në programin Familja 7. Ne do të flasim për një temë me rëndësi etike për shëndetin e grave, parandalimin e kancerit të gjirit. Ky është një problem që prek miliona gra në mbar botën, por që shpesh mund të parandalohet nëse kontrollohet në kohë. I ftuari ynë këtë mbrëmje është doktor Melsi Seferi, mjek obstetër, ginekolog dhe senolog, i specializuar në diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të gjirit. Sot ne do të mësojmë më shumë për rëndësinë e kontrollave të rregullta, shenja që nuk duhet neglizhuar dhe si mund të kujdesemi për shëndetin tonë me përgjegjësi dhe besim. Doktor Melsi, faleminderit që jeni këtë mbrëmje me ne në studio për herë të parë. Faleminderit ju për ftesën. Është kënaqësi edhe shumë bekim, keni ardhur nga larg, 15 vite larg Shqipërisë, por që besoj që kjo kohë ka qenë një kohë shumë e rëndësishme sepse jeni specializuar në shumë fusha. Më trego pak sa çfarë punon konkretisht. Meqense është edhe muaji tetor, që është muaji i sensibilizimit për kancerin e gjirit, unë jam mjek specialist kirurg, senolog. Kjo është një nga specializimet e mia që kam bërë le të themi 10 vitet e fundit. Ndërkohë që specializimi im i parë është mjek familje këtu në Shqipëri. Mbasi mbarova fakultetin e mjekësisë, vendosa për të specializuar për mjekësi familje, mbasi bëra një vit si mjek intern i brendshëm te klinika ABC, te qendra shëndetësore ABC. Dhe pastaj përfundova specializimin në spitalin shtetëror për mjekësi familje. Mbasi mbarova specializimin, punova 3 vjet si mjek familje në qendra të ndryshme. Dhe më vonë për arsye familjare, për arsye të ndryshme, u detyruam të shkonim në Gjermani, ku fillova specializimin për ginekologji obstetrik. Dhe mbas 5 viteve specializimi aty u bëra mjek specialist për obstetrik ginekologji dhe në Gjermani mjekët ginekolog kanë të drejtë të specializohen dhe për kancerin e gjirit. Dhe aty fillova specializimin duke bërë edhe 2 specializime ndërkombëtare. Një prej tyre ishte 13 muajsh me kohë të pjesshme, ku mora një certifikat, quhet certifikata e kompetencës për kancerin e gjirit nga European School of Oncology dhe nga një universitet në Gjermani, që më dha titullin senolog, edhe pastaj më vonë ne shkuam në Zvicër, ku kemi 7 vjet që jetojmë dhe punojmë, dhe në Zvicër kam kryer diplomën e senologjisë. Pra, me një eksperiencë të gjerë, kështu që ishte bekim vërtet që të përkonte vizita juaj në Shqipëri, pikërisht me tetorin roz, ku gjithandej në Shqipëri, në gjitha qytetet e vendit tonë sensibilizohet për të bërë kontrolle të vazhdueshme të gjirit nga gratë dhe nga vajzat. Pse është e rëndësishme ky kontroll periodik, nëse mund të themi? Është sepse është parë dhe është vërtetuar vitet e fundit, dekadat e fundit, që duke u bërë kontrolli dhe vetë nga gruaja, po edhe tek mjeku, mund të diagnostikohet më herët dhe për shembull në Zvicër aty ku unë punoj 90% e grave, 80 deri 90% shërohen. Do të thotë le të themi gjithë këto vite që unë kam qenë në Zvicër, asnjë nga pacientët e mia që u kam diagnostikuar, që kam operuar, që kam trajtuar, asnjë nuk ka vdekur. Për shkak se kanë kapur në kohë apo për shkak sepse mjekësia ka arritur në këtë pikë? Do të thosha 80% për shkak sepse është kapur në kohë. Kanceri i gjirit është shumë e rëndësishme që të kapet sa më herët. Më e mira do ishte para se të preket me dorë. Nëse diagnostikohet para se të preket me dorë për shkak të një ekzaminimi për shembull me mamografi ose me ekografi në gjirit, atëherë shanset janë dhe 99%. Sepse ka 3 faza. Faza e parë është faza lokale, kur është zhvilluar vetëm brenda gjirit. Faza e dytë është faza rajonale, që këto qelizat kanceroze përhapen edhe në aksila, në skjetu. Dhe faza e tretë është kur përhapet në gjithë trupin. Dhe në shumicën e rasteve, 80-90% në botën perëndimore, Gjermani, Zvicër dhe vendet e tjera, ne diagnostikojmë para se të përhapet në gjithë trupin. Dhe në çastin që diagnostikohet, pastaj dhe mjekësia është zhvilluar shumë, trajtimet kanë ndryshuar shumë, ka trajtime shumë efektive dhe me statistika 80-90% e grave shërohen, plotësisht. Sa kohë merr trajtimi një sëmundje të tillë? Si periudhë sa zgjat? Kanceri i gjirit nuk është vetëm një sëmundje,
është si të thuash infekcion, do të thënë ka infeksione ndryshme, virale, bakteriale, infeksione myku, kështu është dhe kanceri i gjirit, është një grup sëmundjesh të ndryshme. Nëse ka 3 tipe kryesore, në varësi të receptorëve themi ne, por ka 78% e kancerit të gjirit është kancer jo shumë agresiv, le të themi, por ka edhe 20% që është agresiv. Në shumicën e rasteve në Zvicër ne bëjmë operacionin e parë. Ajo çfarë funksionon është që ndoshta është ndryshe nga Shqipëria, me sa kam kuptuar nga kolegët dhe nga miqtë e tjerë, është që le të themi, për shembull të marrim një shembull praktik, para këto 2 javë të fundit unë kam diagnostikuar 2-3 gram me kancer gjiri vetë, do të thënë që erdhën si pacientët mia. Nëse kapet në kohë, në përgjithësi me ekografi arrit të bëj të marr një material që quhet shtanc biopsi, që merret një biopsi, do të thënë, me anestezi lokale, me pirje lokale, aty duke bërë vizitën, dhe të nesërme brenda 2-3 ditëve kam përgjigjen, është apo s'është kancer gjiri. Dhe pastaj rregullisht duhet prezantuar pacientja, le të themi, në një tumor board. Tumor board është pacienta nuk duhet vi, por gjithë to rezultatet paraqiten, është standardi që është në botë, do të thënë, në një qendër gjiri quhet Breast Cancer Center. Dhe aty ka ginekolog, ka onkolog, ka mjekë të specialiteteve ndryshme, ka patolog, ka ata që bëjnë rezatimet, gjithë mjekët që janë të rëndësishëm për kujdesin dhe për trajtimin e personit që ka kancer gjiri, marrin pjesë dhe paraqiten në varësi të spitalit 5, 6, 10, 20, 30 raste, sa më i madh spitali, ku flitet në mënyrë që vendimit mos merret nga asnjë person. Në shumicën e rasteve, kur kapet shumë herët, vendoset që të operohet. Shumica e operacioneve, 80%, hiqet vetëm tumori, do të thotë që gjiri qëndron. Para 50 vitesh, në përgjithësi standard ka qenë heqja e gjirit, tani ne heqim vetëm tumorin. Dhe 1 ose 2 limfonodoj në sqetull për të para është përhapur aty apo jo. Nëse me ekografi ose me këto ekzaminimet e tjera nuk duket që është përhapur, operacioni ndodh, le të themi, brenda 1 jave ose brenda 2 javësh. Operacioni kryesor. Në bazë operacionit, kur pacientja vjen tek unë, them që operacioni ka shkuar shumë mirë, unë i them që ti je shëruar tani, do të thënë, nëse kemi kapur lokal, është shëruar dhe është e kënaqur, është e lumtur, dhe pastaj mbas operacionit pritet 6 javë dhe nëse siç tham në 80% të rasteve hiqet vetëm tumori dhe gjiri qëndron, atëherë ndodh terapia me reze, radioterapia. Po, shfas tjetër e. Po normalisht me rregull është që brenda disa javë duhet të filloj trajtimi, do të thënë. Po, që mund të zgjasë deri në 1 vit? Ka raste që tumorët janë agresiv dhe duhet bërë dhe kimioterapi ose terapi të tjera, dhe kjo zgjat rreth 6 muaj. Ka gra që kapet pak vonë tumori, ka raste dhe në fillim bëhet trajtimi me kemoterapi dhe me antitrupa, ka terapi të ndryshme që kanë dalë tani. 6 muajt e para dhe pritet që tumori të zvoglohet, me qëllim që operacioni të jetë sa më pak radikal. Dhe në shumicën e rasteve tumori zvoglohet ose ka raste dhe 30% të rasteve zhduket plotësisht. Por prapë edhe mbasi zhduket, ne jemi të detyruar që të heqim një pjesë të vogël të indit aty ku ka qenë tumori. Dhe në shumicën e rasteve gjiri është njësoj siç ka qenë më përpara dhe mbasi kemi bërë kimioterapi, atëherë bëhet operacioni. Po. Doktor Melsi, në çfarë moshe duhet që një vajzë, pra një femër, të shkojë dhe të bëjë eko së pari? Kur mendon se duhet nis kontrolli? Vende ndryshme në botë kanë sisteme të ndryshme shëndetësor, në varësi të politikave të tyre dhe kanë rregullat të ndryshme. Ajo çfarë është rekomanduar prej 20-30 vjetësh është që gratë në fillim të kontrollojnë vetë gjirin e tyre. Po. Në mënyrë që të njohin gjirin e tyre. Dhe çfarë ndodh dhe unë ja rekomandoj gjithë pacientëve të mia, gjithë grave që vinë. Ne themi pacientën mjekësisë e mësuar nga që jemi mjek, por shumica e grave që vijnë tek ne nuk janë të smura. Madje nga gjërat që unë them edhe grave që i diagnostikoj me kancer gjiri, për shkak se shumica e rasteve kap shumë herë, gruaja nuk ka fare shqetësime. Dhe këtë dua të them është që kanceri i gjirit pothuajse në asnjë rast nuk jep dhimbje. Janë thjesht kokra që zhvillohen, por janë të padimshme. Dhe prandaj kjo për të përgjigjur pyetjes tuaj është që kur një pacient ka prekur vetë një kokër, për shembull para 2-3 ditësh pata një pacient ishte e premte, sot është e hënë, para 3 ditësh erdhi
vetë në klinikën ku unë punoj, tha që ka prekur një kokën e gjirit dhe unë me ekografi direkt e futa para, do të thënë, sepse edhe sekretarët e mi e dinë që nga që gratë janë shumë të sensibilizuara në botën ku ne jetojmë edhe në Shqipëri tani, nuk mund të presin shumë, sepse nëse jep një takim që të vinë pas një jave, do të thënë, unë jap takim brenda ditës ose brenda 2-3 ditësh dhe me ekografi unë e dallova që ka shumë mundësi që të jetë kancer gjiri dhe për shkak se nuk isha kohë, në përgjithësi unë e bëj dhe biopsin direkt, por për shkak se ajo erdhi urgjent, dhe në mënyrë që pacientët e tjerë mos prisin, i dash një takim për javën tjetër. Kështu që javën tjetër kur shkoj në Zvicër do marr dhe biopsin. Por nuk ka në asnjë vend të botës rekomandim se kur duhet bërë ekoja e gjirit. Në vendet perëndimore ka, për shembull në Zvicër le të themi ka kantone, jo gjithë Zvicra. Në Gjermani ku unë kam luajtur përpara, gjithë gratë në moshën 50 deri në 75 vjeç, çdo 2 vjet marrin një ofertë nga shteti, paguan shteti mbulon gjithë shërbimet për të bërë mamografi. Ekografia nuk rekomandohet për gjitha gratë në Zvicër, në Gjermani e di që në Shqipëri ndoshta e bëhet. Nuk është se dëmton, unë jam specialist dhe për ekografi, kështu që bëj te çdo gruaj që vjen edhe një ekografi për ta zbuluar sa më herët, por nuk ka një moshë të caktuar. S'ka një moshë, po mund të ndodhë edhe 18 vjeç që mund bësh një eko. Varet në varësi se pacientja më e herët që unë kam patur me kancer gjiri ka qenë 28 vjeç. 28. 80% e grave me kancer gjiri që unë kam diagnostikuar dhe kam operuar kanë qenë mbi 80 vjeç. Por tendenca në botën perëndimore, edhe në Shqipëri, mendoj është tani gjithnjë më shumë në mosha të reja. Le të themi 4-5 pacientët e fundit që unë kam patur kanë qenë rreth moshës 50 vjeç. Do të thënë 2-3 të fundit ishin 48 vjeç, 51 vjeç, e fundit fare ishte 68 vjeç. Por mund të ndodhë, kam pyetur dhe kolegë të tjerë dhe 25 vjeç, do të thënë. Pacienta më e re që unë kam patur ka qenë 28 vjeç, e mbaj mendsi tani sepse është pak e veçantë, ishte shtatzanin e parë. Erdhi tek unë për të ndjekur gjatë shtatzanisë me fëmijën e parë dhe mbas 3 muajve të parë më shkruan mua një email. Në Zvicër dhe në Gjermani çdo mjek ka në mënyrë publike emailin e tij dhe numrin e telefonit të sekretarisë, ku pacientët mund t'i shkruajnë direkt mjeku dhe më tha mua që unë isha para 2-3 ditësh tek ti për vizitën e radhës së shtatzanisë, por kam 2 ditë që prek një kokën e gjirë dhe mora në telefon sekretarët thanë që kur kesh vizitën e radhës tek doktor Seferi mbas 3-4 javësh mund vish, por kam merak, do të thënë, edhe unë i dash që i dash një takim të vinte të nesërmen. Pra kjo është shenja pas vetë kontrollit, si mund ta vërej, ta dalloj ose të jap shpjegimin e një shqetësimi të zakonshëm me diçka që është shumë serioze. Pra sa po vëret re pas vetë kontrollit një gjë ndër, atëherë është një alarm që duhet shkuar tek mjeku, ka ndonjë pikë tjetër shqetësimi? Po, patjetër, kjo është çfarë rekomandohet dhe unë ju rekomandoj gjithë grave nëse që ato prekin një kokër në gjë, edhe nëse nuk kanë asnjë shqetësim tjetër në trup, duhet vinë direkt tek mjeku. Po. Duhet vinë direkt tek mjeku. Shumica e kokrave që gratë kanë në gjë në varësi të moshës janë kokra jo të rrezikshme. Për shembull, në moshën 20 deri në 30 vjeç, 10% e grave kanë kokra që nuk janë kancer gjiri, quhen fibroadenoma. Po. Ose rritje benigне. Ka dhe shumë gra, kryesisht në moshën 40 deri në 50 vjeç, ka gra që kanë 10% e grave, me statistika kanë ciste të vegjël në gjë, që kanë lidhje me ciklin e tyre. Dhe këto fibroadenomat nuk rrallë shkaktojnë shqetësime, kurse cistet në përgjithësi japin dhimbje. Dhe 99% rasteve kur një grua vjen e thotë që ka prekur një kokën në gjë dhe ka dhe dhimbje aty, në përgjithësi është një cist. Po, se ngatron me diçka të keqe një kist. Edhe në përgjithësi kur kanë dhimbje, në përgjithësi gjitha vinë, do të thënë. Kanceri i gjirit është e vështirë që gruaja vetë ta dallojë, nëse është një fibroadenom, është një cist apo është kancer gjiri, kështu që në çastin që preket një kokër, duhet vi te mjeku, edhe vetë mjeku, jo gjithmonë me dorë mund ta dallojë, megjithëse në shumicën e rasteve ato kanë tiparet e tyre. Çfarë unë bëj kur një grua vjen, mbas ekzaminimit që unë bëj si mjek, shikoj me ekografi dhe me ekografi duket në përgjithësi sipas përvojës që mjeku ka, po në përgjithësi dallohet deri diku, megjithëse mund të ketë dhe raste pak të vështira. Por që një grua vetë, nëse është një kokër, gjitha gratë kanë kokra në gjirin e tyre. Sepse gjiri ka ind të dhjamor, themi ne, ka edhe ind të vetë gjendrës së gjirit dhe ka 4 tipe të ndryshme të dendësisë të gjendrës gjirit dhe ka gra që kanë pak ind të gjendrës së gjirit dhe ka gra që kanë shumë.
Dhe më përpara thuheshin 1, 2, 3, 4, tani ne themi ABCD. Dhe kur mjeku bën një mamografi ose një ekzaminim me ekografi, duhet të caktojë edhe dendësinë e gjirit. Sa më i dëndur të jetë gjiri me këtë gjendërën e indit dhe gjendrës së gjirit, aq më shumë kokra gratë kanë. Por ajo që është e rëndësishme është që duke kontrolluar gjirin në mënyrë të rregullt, jo ditë për ditë, po ndoshta një herë në javë, një herë në muaj, atëherë gratë dallojnë kur shfaqet një kokër e re. Dhe atëherë nëse shfaqet një kokër e re, atëherë duhet shkojnë te mjeku. Po. Çfarë sugjeroni për ekografinë? Çdo vit duhet bëjmë eko se çdo vit ka sensibilizim gjatë muajit tetor, që shkoni, vizitoni? Ne në Zvicër ndajmë gratë në lidhje me rrezikun ndaj kancerit të gjirit, po edhe në Gjermani dhe vende të tjera në 3 grupe kryesore. Shumica janë në grupin e parë, janë 10% e grave që nuk kanë asnjë person në familje me kancer gjiri, sepse ka dhe pak ndikim familjar. Po, të janë dhe faktorët e dhe këtyre grave në Zvicër, unë për shembull bëj ekografi çdo 2 vjet. Nëse gruaja ka në familjen e saj maman, gjyshen, motrën ose vajzën e saj, ka raste që është edhe vajza, ose tezja e saj nga ana e mamas, atëherë rreziku, nëse është një person minimumi me kancer gjiri, rreziku është 20%. 20%. Nga 10% do të rritet. Këtyre grave unë ju rekomandoj një herë në vit. Një herë në vit ekografinë. Ndërkohë që gjithmonë kur preket diçka ose del diçka me mamografi nuk mund vendoset diagnoza vetëm me mamografi, gjithmonë duhet shoqëruar me ekografinë e gjirit. Edhe në Zvicër, ky është rekomandimi i ri tani, ka 2-3 vjet, që nëse dikush në familje ka një person që ka patur kancer gjiri, atëherë mamografia nuk mjafton, nëse është në moshën 50 deri në 75 vjeç. Duhet edhe eko. Unë nuk bëj mamografi në moshën 50 vjeç, e di që në Shqipëri ndoshta në vendet mesdhetare bëjnë edhe në moshën 40 deri në 50 vjeç, por në Europën qendrore dhe nuk bëhen mbi 50 vjeç, sepse gratë që kanë akoma periodat e tyre kanë indin e gjendrës së gjirit shumë dens, themi ne, dhe mamografia mund të ndihmojë, po mund të shkaktojë edhe më shumë ankth edhe shqetësime, kështu që bëhet më shumë ekografi do. Po. Përmendë pak pjesën gjenetike, cilët janë faktorët e riskut? Pra, kush mund të preket nga kanceri i gjirit? Nga kanceri i gjirit mund të preket çdo grua, askush nuk është e përjashtuar, dhe është grupi i tretë që ne nuk e tham, por që do ta them tani, që janë disa gjene, 2-3 janë njohur, quhen BRCA1 dhe 2. Për shembull, e famshme Angelina Jolie atëherë që doli dhe tha që kishte këto gjene në familje, nëse ke këto gjenet, atëherë ke një rrezik diku 40 deri në 80% varësi të gjeneve që ke për ta zhvilluar. Dhe këto janë 1%, është një grup shumë i vogël i grave që kanë rrezik për të patur kancer gjiri, dhe këto kanë rrezik 40 deri në 80%. Nëse tham grupi i parë ka rrezik 10% në jetë për të zhvilluar kancer gjiri, do thotë 1 në 10 gra do zhvillojë gjatë jetës së saj kancer gjiri. Nëse grupi i dytë ka rrezik 20%, këto kanë shumë rrezik, kanë deri në 80% rrezik. Dhe këto ka disa guidelines, ka disa udhëzime në gjithë botën, do të thonë që edhe Zvicra është aty, që ka rekomandime të caktuara, këto duhen që më herët çdo 6 muaj të bëjnë ekzaminime nën kontroll. Por këto rastet e kancerit të gjirit me ndikim direkt gjenetik, ku njihen dhe gjenet, janë shumë të rralla, shqyrë zotit, janë vetëm 1%. Kush mund të jetë ndikim tjetër për kancerin e gjirit? Çfarë mund ta shkaktojë? Po, faktorët e rrezikut njihen, por ka shumë gra që kur vinë dhe diagnostikohen me kancer gjiri, thonë që unë nuk pi duhan, nuk pi alkool, nuk jam në mbi peshë, nuk kam asnjërin në familje dhe bëj sport, çdo gjë e bëj në mënyrën e dur dhe prapë e kam. Kështu që jetëgjatësia është një faktor, sa më shumë që gratë jetojnë, edhe gratë po jetojnë gjithnjë më shumë. Për shembull, u bë një studim ndërkombëtar dhe pa që 30% e grave midis moshës 80 dhe 90 vjeç në botë, në vendet perëndimore, pasi vdiqën për shkak të arsyeve të ndryshme, mbas vdekjes u bën një ekzaminim i gjirit i rastësishëm, panë që 30% e tyre kishin kancer gjiri. Siç unë e thash që 80% e pacientëve që unë kam diagnostikuar kanë qenë mbi 80 vjeç, megjithëse vitet e fundit ka gjithnjë më shumë gra në moshë sa më të reja, domethënë. Është mosha. Ajo çfarë ndodh është sa më shumë ne jetojmë, aq më pak gjenet tona arrin të ripërtërihen, arrin të ne kemi në trupin tonë është një ekuilibër midis gjeneve që janë kundër kancerit dhe gjenet që janë pro kancerit.
dhe me kalimin e moshës fitojnë, le të themi, këto gjenet që janë pro kancerit. Çfarë është kanceri? Është që një qelizë normale u mbet kontrollin, është si të udhëtosh me makinë dhe të jesh i dheur dhe të humbasësh kontrollin e makinës dhe fillon të shumohet në mënyrë të pakontrolluar, pa pyetur për qelizat përreth. Dhe pastaj formohet një grup qelizash që shumohen në mënyrë të pakontrolluar, domethënë duke zvendësuar pastaj qelizat që funksionojnë normalisht, ato funksionojnë ndryshe dhe kjo ndodh gjithnjë më shumë me kalimin e moshës. Kush janë disa nga, nëse mund të themi, gabimet më të zakonshme që bëjnë gratë në lidhje me kontrollin për kancerin e gjirit? Po në gjithë botën kam parë këtë gjë që thotë që unë kam prekur një kokër, por nuk kam asnjë shqetësime, s'kam se shkoj te mjeku. Ideja është që po të jetë ndonjë problem, kam dëgjuar shumë njerëz, domethënë në Zvicër, shumica vinë dhe thotë që ja unë e njoh trupin tim, unë e di, domethënë nëse kam ndonjë problem, unë e di çfarë ndodh. Edhe problemi është nëse jetohet me këtë gjë, kur kanceri i gjirit jep probleme është në përgjithësi kur ka dhënë metastaza në gjithë trupin. Në përgjithësi jep metastaza në mushkëri, në mëlçi dhe në kock, nëpër kocka, dhe nëse ti jep dhimbje kur ti ecën, nëse ti ke fraktura, atëherë është relativisht nga ana mjekësore vonë. Unë mbaj mend para 15 vjetësh, para se të ikja nga Shqipëria, një pjesë e mirë, unë atëherë isha mik familje, po një pjesë e mirë, po thuaj se shumica e grave që dëgjoja ose gjatë punës time, do të kapeshin shumë vonë, domethënë. Ndërkohë që le të themi një pjesë e mirë, 90% e grave që unë shikoj si mjek tani aty ku punoj, kapet në kohën e dur. Kështu që kanceri i gjirit, unë them gjithë grave, nuk jep dhimbje. Dhe gratë përpara vinin çdo vit në Gjermani dhe në Zvicër për kontrolle, quhen kontrollet e përvitshme, ku mjeku mbasi merrte pap testin, bënte edhe kontrollin me ekzaminimin me dorë të gjirit, domethënë të çdo grua, tani vin çdo 2-3 vjet. Çdo 2-3 vjet që kontrollohet. Po. Edhe atje, se në Shqipëri po ndodh kjo dhe ka një ndryshim. Gratë janë më të kujdesshme për të bërë kontroll për vetën e tyre. Mendoj që edhe në Shqipëri, me sa kam dëgjuar, gjithnjë më shumë po diagnostikohet më herët. Dhe çelësi është thjesht çështje kohe, domethënë kush është më i shpejt. Jemi ne si mjek, është gruaja vet duke kontrolluar gjirin e saj, është thjesht lufta kush është më i shpejt. Prandaj edhe ne në çastin që një grua vëret diçka në gji, unë i lej që të vinë direkt ose brenda 2-3 ditësh maksimumi. Dhe të nesër nuk kam përgjigjen e patologjisë, e histologjisë, domethënë, dhe kam dëgjuar që në Shqipëri kjo periudhë derisa ti me rezultatin, domethënë e biopsisë zgjat me javë ose me muaj, që unë nuk e di arsyeën pse, sepse në Zvicër, në Gjermani, madje kam punuar në spitale që madje brenda ditës, madje të nesërme, domethënë ti e merr përgjigje. Zgjat 10 ditë. Në Shqipëri. Okej. Me të dëgjuar. Po mirë, 10 ditë është prapë është më mirë, dhe ideja është që brenda 3-4 jave duhet filluar me trajtimin, sepse sa më shpejt që ti ndërhyn, aq më shumë ti ke shanse për ta shëruar, domethënë personin. Si e ndjer sa herë si mjek kur pacientët e tu kanë ardhur në kohë dhe kanë parandaluar kancerin e gjirit? Si e ndjer ti? Besoj që ke pasur histori suksesi gjatë punës tënde? Po, ndiej shumë mirë sepse kanceri i gjirit vazhdon, ka peshën e rëndë, që është diçka që ti mund të vdesësh, dhe duke qenë se është 12 deri në 13% e gjithë grave në Zvicër dhe në vendet perëndimore, po thuaj se çdo grua ka në familjen ose shoqërinë e saj një person që ka patur ose ka kancer gjiri. Dhe në çastin që ti 90% e rasteve ke mundësi ta shërosh ose në shumicën e rasteve, atëherë ato shikojnë, ato vinë të shqetësuara, të laktarisura, ka raste, domethënë se njeriu është kudo njësoj ku është, por kur ti si mjeku thua që shikon, ne do ta shërojmë këtë gjë, nga kjo gjë nuk do kesh problem. Unë them gjithmonë 2-3 gjëra që janë dhe i them që ti nuk je sëmurë, ne kemi kapur herët, ti nuk do vdesësh nga kjo gjë, normalisht në vendet perëndimore thuhet dhe kjo gjë domethënë. Dhe ndërkohë që ato vinë tek unë dhe më kanë mua mjekun e tyre ginekolog, kanë dhe besimin domethënë që këtë gjë që mjeku që mua ma tha, është mjeku im personal. Ndikon edhe kjo. Dhe shkojnë në shtëpi dhe arrin të flenë. Se problemi më i madh është që 30% e grave që diagnostikohen me kancer gjiri zhvillojnë depresion. Një depresioni kronik bëhet problemi më i madh se kanceri i gjirit. Dhe çfarë ndodh është madje gjithë këto qendrat e kancerit të gjirit kanë dhe psiko-onkolog që quhen, që ti të kesh një qendër për trajtimin e kancerit të gjirit. Qendër nuk është ndërtesë, por është një sistem. Je i detyruar sipas standardeve të kesh dhe psiko-onkolog, dhe ka raste që ne i përfshijmë dhe psiko-onkologët, janë psikologë që janë të specializuar për sëmundje tumorale, dhe ato bëjnë
psikologji me idenë që gruajt mos kalojnë në depresion. Dhe unë, shqyqyr Zotit, nuk kam patur asnjë paciente që ka zhvilluar depresion. Unë i vendos shumë theks në këtë gjë. Dhe pastaj edhe gratë ndjen shumë mirë, sepse shikon fjala që mjeku mua më tha, është e vërtetë dhe unë shikoj çdo ditë 2-3 deri në 5 paciente që kanë patur kancer gjiri para 10 vjetësh, 20 vjetësh, 5 vjetësh, 30 vjetësh në Zvicër, po edhe në Gjermani ku kam punuar, dhe tani jetojnë pa kancer. Dhe vinë, qeshim, sepse njihemi, bëjmë shaka, do të thënë më shumë bisedë familjare, kuptimin si e ke burrin, si e ke fëmijët. Dhe shikojnë që fjalët që unë kam thënë që ti do shërohesh nga kjo nuk do kesh më probleme, dhe në shumicën e rasteve nuk kthehet. Nëse trajtimi është bërë i plot dhe siç duhet, nuk kthehet dhe shumica e grave vinë thjesht sepse thonë unë shkoj një vit te mjeku. 5 vitet e para rregullisht duhet vinë për kontroll çdo 3 muaj, 3 vitet e ardhshme çdo 6 muaj dhe pastaj një herë në vit. Dhe vinë qetësohen në 99% rasteve thuhet që është shumë mirë dhe pastaj jetojnë jetë normale. Qëllimi është ato të jetojnë jetë normale. Doktor Melsi, një pyetje në lidhje me këtë pjesë sapo thoje, sa rëndësishme është që pacienti i cili merr vesh është diagnostikuar me sëmundjen e kancerit, mënyra se si ai e mban veten, mënyra se si qaset edhe se si e pozicionon veten për të mos u stresuar, sepse kjo ndikon shumë për të mos kaluar në këtë gjendje të rënduar psikologjike, për të qeshur tërkohën, për të mos folur negativisht. Pra sa rëndësi ka kjo në jetën e një individi të tillë dhe gjithashtu më trego pak edhe për pjesën tënde, ti je edhe një mjek i krishterë. Si e lidh të punën me besimin? Po, e vërteta është që besimin nuk e ndajmë dot nga asnjë fushë jetën tonë dhe besimi është boshti edhe i jetës dhe i punës sime. Edhe aty ku unë punoj, ka edhe paciente që janë besimtare, që kur ne flasim për besimin, e thonë edhe ato që janë të krishterë besimtarë. Dhe është vënë, edhe jo besimtar, kam bërë statistika, në fakt, kam bërë studime dhe kam vërtetuar që kur njeriu merr një lajm të keq, se në fakt nuk është kollaj të japësh një person një lajm të keq. Ti je një grua, jeton normalisht, ke familjen, punën tënde, vetet e mjeku për një kontroll, ai thotë që ti ke kancer gjiri. Është çështje shumë e rëndësishme, jo të gjithë mjekët e bëjnë siç duhet, jo se edhe unë e bëj 100% siç duhet, por që mënyra si unë e bëj, unë them që edhe me gratë që janë jo besimtare, që është vënë re që janë 3 faktorë që ndikojnë shumë. E para është besimi, është parë që njerëzit, dhe këto janë studime që kanë bërë dhe jo besimtarë, studime ndërkombëtare, njerëzit që kanë një farë besimi tek Zoti, kanë gjithmonë shpresë, edhe unë gjithmonë jap shpresë, edhe në raste shumë të vështira. Njeriu i duhet të shpresë sepse ka shpresë gjithmonë, sepse edhe mjekësia nuk është se është përgjigje për gjithçka, domethënë, mjekësia ka kufijtë e saj. Por Zoti bën edhe mrekulli, kështu që edhe kjo gjë duhet duhet respektuar dhe besimi i njerëzve, por njerëzit që kanë një besim tek Zoti përmirësohen 30% më mirë. 30% më mirë. Dikon shumë. Dikon sidomos për shërimin, në procesin e shërimit, sepse është një proces tam terapisë zgjasin. Dhe për të shmangur depresionin, 30% tjetër ndikon mbështetja familjare dhe shoqërisë. Për shembull, nëse është grua, unë i them shpesh që të marrë, nëse është sidomos grua e re në moshë, por shumica vinë dhe me burrin e saj. Një burr, për shembull, nëse kanë 30-40, ka raste 50 vjet që jetojnë bashkë, vinë. Është shumë e rëndësishme që burri është aty kur vjen herën e dytë me burrin ose vinë me fëmijët në përgjithësi, nëse burri nuk është. Mbështetja e familjes është shumë e rëndësishme që në përgjithësi në Shqipëri është deri diku. Dhe aktiviteti fizik, do të thënë, sporti rekomandohet shumë dhe kjo sjell një përmirësim shumë të madh dhe përpara gratë që diagnostikohen me kancer gjiri, mjekët e familjes i shkruan, do të thënë, nuk i lejonin më që vinin në punë, ndërkohë që tani për shkak sepse shumica nuk janë të sëmura, nuk kanë asnjë shqetësim në trup, lejohet të punojnë, normalisht ja reduktojmë deri diku punën, i pyesim sa do, ka gra që janë për shembull drejtoresha të institucionit, të një biznesit të madh që vazhdojnë, thonë punën time nuk e bën dot asnjë tjetër, duhet vazhdoj të punoj. Ne përpiqemi të ja reduktojmë deri diku, sidomos për aq kohë sa janë në terapi dhe rekomandojmë që të merren dhe me sport dhe me aktivitet fizik. Këto janë të treja. Ushqimi mirë, të gjitha këto bashkë. Doktor Melsi, për te punës tënde si mjek, ka pasur momente kur ti je lutur Zotit për pacientët e tu, përveç asaj që ti ke bërë? Unë lutem shpeshherë për pacientët e mi, po thua si gjithmonë, sidomos sepse shumica e pacientëve të mi unë i operoj edhe vetë. Dhe ka raste që ka situata të vështira kur ti ke nevojë për urtësinë e Perëndis, ka raste kur gruaja ka shumë nevojë që të qetësohet, do të thënë kalon histerike dhe ti ke nevojë që ose ka raste që ka gra dhe nuk kanë mbështetje familjare, do të thënë situata ndryshme.
ti lutesh, ka raste që jo gjithmonë ti je aq i sigurt, sepse ka raste që ti edhe me ekografi ndonjëherë nuk i shikon ato që ti pret, ose ti ke ekzaminuar me dorë te gruaja dhe ke prekur një kokër, por ka raste që me ekografi nuk e shikon dhe gjithmonë pas zë, domethënë, o Zot ndihmo, domethënë që të mos dhe shqyr Zot deri tani nuk ka patur asnjë grua gjithë këto vite që të ketë ardhur tek unë, të ketë thënë doktor Seferi, sepse në botën perëndimore thonë gjithmonë doktor me mbiemër, në Shqipëri thonë me emër. Unë isha tek ty para 3 muajsh, ti më vizitove dhe pastaj tani kam kancer gjiri, domethënë nuk ka pasur asnjë rast. E rëndësishme është sepse në botën perëndimore ka dhe proceset ligjore, domethënë rëndësishme është që ti të mos të mos të shpëtoj as edhe një rast. Nëse grua vjen tek ty, qoftë ajo e ka, sa do të vogël ta ketë, mbaj mend tumorin më i vogël që u kam diagnostikuar, ka qenë 6 mm. 5 mm, 6 mm. Me ekografi. Me ekografi, domethënë. Dhe normalisht gruaja e shëruar nuk ka asnjë problem. Dhe normalisht ne kemi nevojë për urtësinë e Perëndisë për të bërë gjën e duhur. Ka raste që edhe gratë kanë nevojë edhe për kimioterapi dhe ka raste që kimioterapi nuk e përballojnë si duhet. Edhe atëherë ti ke nevojë për të marrë një vendim, domethënë që do ta ndërpresim kimioterapinë apo ka raste që ka gra që nuk duan të bëjnë, domos në botën perëndimore që gratë bëjnë atë çfarë duan, nuk duan të bëjnë, të ndjekin protokollin mjekësor. Dhe kanë shumë pavarësi, nëse përpara gratë pacientë kanë patur autonomi, tani kanë pavarësi, domethënë vendosin vetë dhe ka raste për shembull që ka herë pas here gra që nuk duan. Po, nuk e detyron. Nuk duan të kenë asnjë lloj trajtimi. Po. Dhe ty të vjen keq sepse ti thua, nëse unë bëj diçka tani, kjo grua dëshirohet, nëse kjo nuk bën atë trajtimin e duhur që duhet bërë, atëherë kjo do vdes për diçka shumë të vogël. Dhe ti duhet ta respektosh këtë gjë, por nga ana tjetër edhe ta bindesh me shumë urtësi, do të thënë që ajo të marrë vendimin e duhur. Nga njëra ana nuk duhet ndihet e vendosur në presion nga mjeku që duhet ta bësh patjetër. Por nga ana tjetër duhet shumë urtësi, duhen disa biseda, ka raste disa herë duhen sjellë dhe familjar përreth në mënyrë që edhe ajo të bindet për të marrë vendimin e dur dhe ka raste unë vajmë kisha një paciente, motra e saj para 5 vitesh kishte patur kancer gjiri, kishte vdekur nga Gjermania dhe ajo vetë para 5 vitesh kishte zbuluar një kokër dhe për shkak se kishte projektuar shumë vështirë situatën me motrën e saj, nuk i kishte thënë askujt dhe kur erdhi tek ne, kishte një plagë shumë të madhe aty në gjë, që ishte shumë vonë. Por edhe nuk donte as edhe një trajtim, domethënë, edhe mbas 2-3 bisedash, vetë ishte infermiere, domethënë, dhe me profesion gjermane, dhe shqyr Zot arrit të bind që ne të merrnim atë, të bënim një biopsi, që ta diagnostikonim, edhe tha, ka vetëm një kusht, tha, në fund tha nuk dua të bëj kimioterapi. Atëherë motra ime para 5 vjetësh bëri kimioterapi dhe pa rezultat. Dhe kimioterapia ishte shumë e rëndë për të. Edhe unë i thash, t'jap fjalën time, ti do bësh kimioterapi, sepse shqyr Zotit ne kemi, lavdi Zotit kemi shumë medikamente të reja tani, që po zvendësojnë kimioterapia. Pra kanë dalë gjëra të reja tani? Po, kanë dalë shumë dhe kimioterapia pothuajse po zvendësohet, ose në shumicën e rasteve është thjesht terapi shoqëruese. Dhe këto terapitë e reja në vendet perëndimore mbulohen nga siguracioni. Janë të kushtueshme? Janë shumë të kushtueshme. Se në Shqipëri shumë familje nuk e përballojnë dot. Ne shpresojmë që unë kam parë dhe lajme në Shqipëri që me ministrin e re të shëndetësisë ai ka vendosur zotim vetes saj dhe ka premtuar që medikamentet e onkologjisë do rimbursohen nga shteti. Por këto janë po aq efektive, madje dhe më efektive se kimioterapia dhe kanë shumë më pak efekte anësore. Dhe ajo ra dakord që pasaj ham pas hapi unë ta shoqëroja në këtë trajtimin me terapi. Për shkak se kur kam qenë në Gjermani, mjekët ginekolog dhe senolog kanë të drejtë ata të bëjnë dhe kimioterapi. Kam punuar në spital shumë të madh në Gjermani që 3 vjet me radhë isha unë që kryeja kimioterapi dhe gjithë ato terapitë e tjera tek pacientët me kancer gjiri. Dhe është shumë e lumtur, unë i premtova asaj që ne megjithëse ti ke metastazë, kemi kapur pak vonë, nuk mund ta shërojmë nga ana mjekësore, që me këto terapitë e reja, sëmundja do qëndroj në gjendër të qëndrueshme, stabile, domethënë, dhe ti do jetosh dhe do punosh për shumë kohë, domethënë pa problem. Dhe ka dhe gra që megjithëse kanë metastaza, jetojnë 20-30 vjet. Po, me terapitë e reja që kanë. Me terapitë e reja, domethënë, dhe jetojnë mirë. Po. Duke qenë se jemi në këtë muajin e sensibilizimit që sigurisht nuk është i vetmi muaj ku sensibilizohet për kontrolla për kancerin e gjirit, çfarë do t'i thoje një femre, nëse mund të themi kështu, një nëne, një vajze,
sepse dëgjoj shpesh që nuk shkojnë të kontrollohen sepse kanë frikë nga çfarë mund të thotë mjeku dhe me që ndihen mirë e neglizhojnë fare. Pra edhe një herë një thirrje nga ana juaj. Unë do thosha që nëse njohin një mjek që kanë besim tek ai që njohin personalisht, atëherë në çastin që do të fillojnë të ekzaminojnë vetë gjirin e tyre në mënyrë të rregullt. Nëse prekin një kokër të re që shfaqet, të shkojnë direkt te një mjek ku ato kanë besim, sepse nëse diagnostikohet, nëse ne tham shumica e kokrave nuk janë kancer gjiri, por ka kokra që janë kancer gjiri, nëse diagnostikohet sa më herët, atëherë ajo i bën një të mirë vetes së saj, i bën të mirë familjes së saj, i bën shanset janë që ajo të shërohet 90%. Nuk ka shumë tumore, domethënë që 90% shërohen, shumica e tumoreve në onkologji, domethënë nuk kanë këtë shans të lartë shërimi. Fatkeqësisht është sëmundje shumë e shpeshtë, do të thotë 1 në 8 në 9 gra do preket gjatë jetës. Nëse njeriu nuk ka nevojë të jetojë me frikë, sepse jeta është e gjatë, ky është thjesht rreziku 8 deri në 12-13% e grave kanë rrezik të ta zhvillojnë këtë gjatë jetës, por në shumicën e rasteve ndodh në moshë të madhe. Por nëse prekin një kokër të gjirit tyre, të shkojnë direkt tek mjeku dhe të bëjnë gjitha gjërat që mjeku ku ato kanë besim i rekomandon në mënyrë që të diagnostikohet sa më herët. Nëse diagnostikohet kancer gjiri dhe të bëjë gjithë terapitë që janë sipas protokolleve ndërkombëtare, sepse me ato terapi ajo do shërohet dhe do jetojë e shëruar pasaj gjithë jetën që i ka mbetur dhe nuk do vdes nga kanceri i gjirit. Do të thënë nga një ranë shumë e shpeshtë, si sëmundje ndodh shpeshherë, nga gjitha sëmundjet tumorale që preken femrat, gratë, është sëmundja më e shpeshtë tumorale, nuk ka sëmundje tjetër. Dhe shumica grave që janë shëruar e tregojnë për shkak kur vinë tek unë dhe unë i pyes ke patur sëmundje të tjera, për shembull një grua që vjen për herë parë si paciente për herë parë tek unë, ke patur operacione, po, thotë kam patur kancer gjiri, kam patur dhe apandesitin. Në botën perëndimore është diçka që ti, siç ke hequr apandesitin, ti ke patur dhe një kokër në gjik, ke patur kancer gjiri e ke hequr, por nëse kapet në kohën e dur, nëse trajtohet në mënyrën e dur dhe shumë shpejt, në shumicën e rasteve do shërohet, do mbetet diçka e të kaluarës tënde dhe ti do vazhdosh të jetosh si më përpara pa probleme. Po. Doktor Melsi, një pyetje e fundit, me kaq vite eksperiencë si mjek jashtë Shqipërisë, e keni menduar rikthimin këtu se ne do donim të kishim një mjek si ti këtu në vendin tonë, për veten tonë? Po, patjetër, unë dhe gruaja ime po interesohemi në mënyrë aktive për të ardhur edhe për të punuar, edhe si mjek ginekolog, obstetër dhe senolog në Shqipëri. Jemi në biseda, jemi duke parë mundësitë për që të njëjtën gjë që unë bëj në punë e përditshme në Zvicër, të mund të arrit ta bëj edhe në Shqipëri. Në mënyrë që gratë për shembull që mendojnë për të ikur jashtë shtetit nëse diagnostikohen nga diçka, sepse mendojnë që jashtë shtetit trajtimi ose kujdesi ose diagnostikimi është më i mirë, ti ke të njëjtën përkujdesje, ti ke të njëjtën diagnostikim dhe të njëjtën trajtim si në vendet perëndimore. Edhe ky është qëllimi, unë kam punuar edhe në Gjermani dhe në Zvicër edhe në zona malore dhe në zona qytete, tani jam në Bern, në kryeqytetin e Zvicrës, por qëllimi im ka qenë gjithmonë që edhe një grua në një fshat të Zvicrës ketë të njëjtin trajtim. Edhe në Zvicër ndodh, një grua sado larg në një fshat të Zvicrës, në një vend malor, merr të njëjtën përkujdesje, trajtim, të njëjtën që mund të marrë një grua në Bern ose në Zyri, dhe qëllimi im është që edhe çdo grua në Shqipëri, pavarësisht është nga Veriu, Jugu, Kosova, Shqipëria, Ballkani, kudo që të jetë, të ketë, jo vetëm tek unë, por te çdo mjek që shkon në Shqipëri. Trajtimi të jetë njësoj. Të jetë njësoj si në vendet e tjera europiane. Shumë bekim. Unë të falenderoj shumë për gjithçka çfarë na shpjeguat. Besoj që kushdo që të na ndjek, kjo intervistë do të jetë shumë e vlefshme, shumë bekime, shumë suksese dhe të presim të na kthehesh në Shqipëri. Shumë faleminderit për ftesën edhe për përshëndetje gjithë ata që na shikuan edhe i kanë vendosur në zemër këto fjalë që ne thamë. Faleminderit, shëndet dhe punë të mbarë për ty, doktor Melsi, për familjen tënde. Kujdesi dhe parandalimi i kancerit të gjirit janë dhuratë që ja bëjmë vetës dhe siç dëgjuam sot, një kontroll i thjeshtë mund të shpëtojë jetë. Ju falenderoj që na ndoqët edhe sot dhe mos harroni, shëndeti është bekim, por është edhe përgjegjësi. Qëndroni me programin Familja 7.